keni të drejtë ajo që ju thoni, sepse është e shkruar aty, por unë e kuptoj që është diçka evazive që mbase nuk është mirë në protokollet të tilla, po më lër ta mbaroj të lutem. Po pra, tash unë nuk e kam shkruar atë, ne po diskutojmë. Kjo është i miratuar. Dhe unë do të them që a për gabim ai që ka shkruar? Jam dakord, hajde ta heqim pra, ta tërheqi këtë. Po lër pra ta mbaroj të lutem, ju lutem, unë ju dëgjova me vëmendje. Tani, edhe unë vetë personalisht mendoj që duhet përcaktuar një moshë, një kufi 18 vjeç e sipër. Ky është mendimi im si Elon. Dhe të gjitha këto fjalit evazive janë shumë të, po themi, duhen evituar, sepse krijon keqkuptime. Sikurse mund të jetë kjo tavolinë. Po s'është evazive, zonja Xhebrea, nuk është evazive. Unë ashtu është e qartë që është për fëmijë. Ajo është e qartë, dipse Elona është e qartë, sepse ai thotë kështu, që po këtë vit 18 vjeç ky i është prishur ekuilibri këtij. Prandaj duhet rregulluar para se. Po të gjithë adoleshentët kalojnë një teknologji. Ajo është referencë përdorur nga mosha globale dhe nga praktika globale në. Po ajo është nga globale do ta hamë globale. Këtë kuptim është interpretimi i Elonës. Mund të ketë. Po në Ministrinë të Shëndetësisë më thonë që ne nuk kemi gati. Kjo është evazive pra. Është vetëm thjesht referencë. Po vazhdoi fjalimin. Elona dëgjoi se dërgona ministria. Po pra. Mos bjem në bivendosje. Kjo tani ti e lexove atë që kishe për të lexuar. Unë po ju lexoj një deklarat të një entiteti i cili merret me trajtimin klinik dhe psikologjik të gjitha grup moshave, po veçanërisht të fëmijëve dhe adoleshentëve që e vuajnë shumë këtë lloj situate të tyre. Sepse edhe fëmijët adoleshent, normal sipas perspektivës tuaj, kanë problematikat e tyre. Edhe duhen ndihmuar, po jo në këtë mënyrë. Ta kanë edhe jo vetëm tendencën në rritje të vetvrasjes, po edhe ndjesisë së keq trajtimit. A ju pushon ndjenja vetvrasjes pasi e bën tranzicionin? Nëpërmjet trajtimit. Ju pushon. Nëpërmjet trajtimit terapeutik. Pas studimeve jo. Si pas studimeve, si pas studimeve ju rritet. Studimet jo, atëherë po ju rritet studimeve është e shtuar. Ju rritet, po ju rritet sepse ata jo pra sipas studimeve i ulet kjo. Po ju rritet. Kam një pyetje. Hajde do krahasojmë studimet. Po krahasojmë studimet, po. Po studimet. Atëherë kam një pyetje. Në qoftë se do të ishte një gjë kaq shumë e debatueshme, sigurisht është një çështje që është e debatueshme, prandaj dhe jemi këtu dhe nuk është me një sensitet shumë të madh. Pse të gjitha vendet europiane kanë futur këtë protokoll? Jo, se kanë futur në këtë masë që po futet cilat vende që kanë deri në 14 vjeç. Ky urdhri më 14 vjeç, më thoni gjitha vendet. I përafrimit me legjislacionin e BE-s se sa dëshirë e madhe e jona. Legjislacioni i BE-s ku qëndron legjislacioni i BE-s? Po patjetër, përafrimit. Ka BE një legjislacion që na kërkon ne që të heqim fertilizimin e fëmijëve. Grupet të marginalizuar në përcaktime janë një kategori e madhe dhe në këtë grup të marginalizuar përfshihen edhe kjo kategori. Dhe prandaj është bërë Ministria e Shëndetësisë nuk punon vetëm për një protokoll për hormonet, punon edhe për grupet të marginalizuara, për romët, për egjiptianët, për gratë e dhunuara kështu. A janë shqiptarët dakord për këtë? Po në qoftë se disa tjetër përderisa nuk do jenë dakord. Kjo është dhunë shtetërore, është dhunë shtetërore, është kthimi i Ministrisë së Shëndetësisë në një instrumente të ideologjisë transgjinore. Po jo, por ne kemi dalë, kemi protestuar, i kërkuam, mos e votoni. Nuk informoheni drejt nga profesionistët që vetëm për këtë kategori.